Përshëndetje, mirë se vini në emisionin që ka munduar kaq shumë ditë pas episodit të dytë të emisionit Shqiptaria. Sot do kemi një lidhje Skype me një person që nuk e keni parë në emisionet Shqiptaria, por do ta shihni sot. Do diskutojmë, por një herë do ta pyesim se si është, çfarë bën Lashna. Fike. Ta më thonë. Okej. Ajo është zonja Halime, të cilën do ta marrim me lidhje Skype dhe i kërkoj regjisë të na lidhin me të. Regjia, kemi gati? Po më thënë nga regjia që zonja... Po ju marr. Çfarë keni ju zonë? Një mirë. Po pse s'dini nga këtu? Keni çfarë vjet që rrini këtu? Pse s'dini? Okej, ishte papritur që të na vinte në studio, por e njëjta gjë është. Për një sekond, para se të vazhdojmë me pyetësorin tonë, zonja Halime, ju shoh shumë të friksuar. Koronë s'ka, virus nuk ka, asgjë s'ka. Pse s'vini shqiptarët edhe na merrni Skype, po vini këtu brenda? Kam frikë. Nga kush? Nga kush? Putini. Si Putini? Ta po na vëmë në pushtuma. Ç'thu moj, o zonja Halime, Putini është në Rusi, nuk vjen. Çfarë bën Putini? Para në gjë Putini. Para dëgjoj Putini. Fal, i sekond. Putini, po ta them edhe një herë, është në Rusi. Këtu jemi në Shqipërinë tonë të bukur dhe jeni të mbyllur. Çfarë keni frikë? Edhe një herë thoni vërtet. Nga Putini, bra. Po si Putini, moj zonë? Atëherë zonja Halime, kërkoj qetësoni sepse s'do asgjë. Putini është në Rusi, s'kemi lidhje, mund të dalësh më shotit. Ushtarët na vrasin, pom pom bomba bum bum. Jo zonë, me të vërtetë që pas jeni psuar trauma. A jeni mirë? Tani qetësoni hapi krahët një herë, se po vini. A jeni duke mërdhit? Jo. Okej. A vazhdojmë me pyetjen? Okej. Në zgjedhje që janë bërë në Shkodër për kryetar në bashkisë. Si Putini më bërë, a jeni në vend? Po mirë, ku do dëshironi të jetoni? Këtu. Se më? Ka frikë. Ka frikë, zonë. Putini, të me na vrohti kameramani. Putini, marë. Është kameramani, jo zonë. Dhe me na vrohti, o Putini! O Putini, marë. Po vitit e tjerë. Jemi rikthyer nga publiciteti me Halime. Putini. Don't say me transmetim të drejtë. Unë jam kushamu? Vishokush. Putini. Jo. Okej, është shaka, po bëni sa humoriste. Po nga familja, si keni zonja Halime? Ushtar bum bum. Qa? Nëse edhe këtë pyetje e kaloj. Ku po jetoni për momentin? Në Shqipëri apo do komi është? Shqipëri? Po pse nuk i udhëtoni bëni ndonjë udhëtim sepse ju edhe ju qetëson nga një arë pasur, klimë e re atëherë. Okej, zonjë, tani ne do bëjmë pak xhiro ndërkohë që flasim dhe do ecim. Hajde. Ju nëse Putini. Po jo, zonja Halime, tash jemi në transmetim live. Nuk është Putini. Putini është andej në fund vet. Po, hajde. E ani me ne të bëjmë pak xhiro dhe ta qetësojmë zonjën Halime. Putini. Jo, është një zonjë. Putini. Jo, zonjë se nuk është Putini. Okej. Nëse t'ju pyes, a i ndiqni këto lorat e fatit si për shembull në televizor, telebingo shqiptare, këto? Jo, shoh vetëm Putini që vron. Pam. Mirë. Tash ti po na përmend vetëm Putinin. Por gjigjo seriozisht po të them. Po Putini po. Okej, këtu do ta ndërpresim transmetimin live. Nuk e meriton të dalësh në televizor. Hajde, vazhdo shko te Putini tash. Jo se të frikë. Mirë, regjia më telefononi pak 127 thuj është ratis një nga spitalit marrë.
Faleminderit. Njerëz, ne do të shihemi në një episod tjetër të shqiptarisë, ndërkohë që do të shoqërojmë me zonjën Halime tek një këshilltar për ta qetësuar. Ne do të takojmë, mos harroni like dhe subscribe, dhe shihemi në videon e radhës. Një sekondë. Kush ka? O Putin, mos vroj. Është mbyll transmetimi zonjë. Është mbyll. Hajde. Përshëndetje, mirë se vini në emisionin tuaj të parapaqur. Morto më rëzë. Prej para. Hajde. Një sekundë. Okej, në regjia e kemi do? Okej, përshëndetje, po ju shdoni këto zonja Halime. Ju prisim me lidhje s'fal. S'kisha internet. Këdo botoni të E qytetar jam e mirë. Për kryetar ka kaluar pa në të Që vini nga vë. Ha